Në ditën botërore të autizmit, të prekurit me këtë çrregullim, qytetarë të Tiranës, zyrtar, diplomat, morën pjesë në maratonën Vrapojmë për autizmin. Maratona ka nisur në sheshin Nën Tereza. Vrapuesit kanë vijuar përgjatë bulevardit Dëshmorët e Kombit, bulevardit të Zogu i Parë dhe kanë përfunduar në kodrat e liçenit. Maratonës i është bashkuar edhe kryetari i bashkisë Erion Veliaj, i cili ka inkurajuar prindrit, punonësit si mësues e psikolog, të tregojnë vëmendje për këtë kategori që ka nevojë për një trajtim specifik. Qytetar që ka vrapuar, duke bler një bluzë ose duke qenë pjesë e kësaj gare, ka dhuruar në të holla. Një shumë modeste, aq sa ka pasur mundësi. Kjo shumë, arbrit e gjithë kolegët vullnetar e shpërndan kryesisht për mësuesët dhe edukatorët, trajnerët, terapistët, duke qenë se autizmi ka zgjidhje, por kërkon shumë përpjekje terapeutike. Para 2 vjetësh ishim vetëm 2 veta, sot kemi më shumë se 1400 veta që kanë bluzën Run for Autism. Do thotë që shoqëria shqiptare ka filluar ndryshoj, ka filluar ta shoh problemin në fytyrë. Frymëzimi i kësaj maratone ishte Jam Arbëri, djali 5 vjeçar, i cili pas një trajtimi prej 3 viteve ka bërë përparime të dukshme. Oba, Albana. Më jep emrin shqiptar, se mund ti ma gatove. Lot me dëshirë dhe me zjarë.